Kanë bon që situate, për shembull shku Sami Lushtokun me arrestu, me shtin burg, me poshtru, e ju ka lind ideja si shpejt. Nuk do ta lejojmë mu kriju një instrument i dhunës. E kishu dheq dikush që është politik, për shembull Fitore Paculli, shembulli më i keq është ky Xhelal Cveklla. Mbrapa me po e shihni stacionin e policisë së Kosovës, dje kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, në një intervistë ekskluzive pas sa vitesh, e tha që ka me kriju xhandarmerinë në mandatin e ardhshëm nëse në pushtet vjen prap lëvizja vetëvendosje. Ai tha që ka me qenë diçka mes policisë dhe ushtrisë, ka me luftu korrupsionin, terrorizmin, sidomos nëpër pikat kufitare. Te sheshi këtu te keni maja ABC, po na pret zoti Bek Berisha, kandidat për deputet prej AK-s, për me e marrë një prononcim se qysh ka me u do kjo xhandarmeri, a mundet me u kriju, a ka policia e Kosovës aktualisht, domethënë departament që e lufton korrupsionin, terrorizmin, edhe gjitha këtu çështje tjera që i përmendi zoti Kurti mbrëm në intervistë. Vazhdojmë bashkë edhe shohim çfarë po na thot zoti Berisha. Kjo çështja e xhandarmerisë e kemi studiuar edhe në komision edhe kemi fol për këtë njësi. Xhandarmeria mas pari është bërë në mesjet, si njësi e cila ka funksionu me kompetenca të përzira, sikur ka njëherë ka kompetenca Ministria e Mbrojtjes, ka njëherë Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo atëherë ka funksionu sikur një njësi që kryesisht ka luftu edhe korrupsionin, edhe hajnin, edhe këto ordinere, mirë po qëllimi i saj ka shërby për me shtyp rebelimet edhe për me mbrojt pushtetin njerëzit që ngon pushtet. Për qëtavë, që kjo qëllimi i sajna. Na dihet që kemë ushtri, kemë polici, kemë agjencion të inteligencë, kemë institucion të sigurisë ballë, nëse funksionojnë qëto, tash në kohën moderne, do të është mjaftueshme. Mirë po, nëse këto organe, këto agjencione, këto njësi, ushtarako policore, i udhëheqna i patriot për qëllime të mira për vendin, kjo pse jo, mirë po na kemi tendencë këtu të njeriu që po do me rujt pushtetin edhe është autokrat. Do më thonë në shtete me tendencë të autokracisë, të komunizmit, këto janë instrumente të frikshme të kontrollit, të shtypjes. Po, ju po supozoni se mundët me kap edhe me shfrytzu politikisht. Qashtu qysh i ka kap krejt institucionet, qashtu dënë me kap edhe këtë agjencion apo këtë njësi para ushtarake me ndikim direkt politik, sepse ka hapësira aty për me ndiku politikisht, direkt që ai autokrati që këtë rast është Albin Kurti, edhe me rujt pushtetin e vetë. Edhe ky tash është aparat i frikshëm. E kjo tash ka më fillu propaganda sikur po dojmë me mbrojt Kosovën pej Serbie, po nuk është qëllimi këtu për me mbrojt as kufinin, as kur gjo, qëllimi është për me rujt pushtetin e vetë që ky njeri që është. Do me thonë kjo është e pastër, kjo nuk duhet më ndodhë, kjo nuk do të ndodhë, kjo është sikur byroja për konfiskimin e pasurisë, edhe propagandohet që kanë më marrë pasurinë mu, opozicë, këta që mas lufte kanë prish Kosovën, a në fakt na është agjencioni antikorrupsion që na e kemë deklarume, nuk jem të rrezikum na, po jem të rrezikum që ta qytetarë që e ka marru një pëzllam e ka qit një fasadë, me që ta ka më morë kjo agjencion. Do më thonë, kejt është propagandë politike e friksimit, edhe nëse bëhet kjo, se këta e kanë bëhë këto si shpejt, si nervoz, qëllimi është, për shembull, Sami Lushtokun, se ne jemi vend demokratik, policia e Kosovës është e trajnume për Shtetet të Bashkuara, veprën bazë ligjit, veprën bazë ligjit, ndikimi politik është më i zarshëm, nuk është e thonë që nuk mundet me depërtu ndikimi politik në polici, mirë po është shumë të lashë me ndiku direkt politikisht. Se duhesh me zgjedh një person që e thën ligjin? E thën ligjin të dëgju politikën, e nëse krijohet xhandarmeria, atëherë janë premisat shumë të mëdha që ndikimi politik më kon direkt. Për shembull, ta kanë bën që situate, për shembull shku Sami Lushtokun me arrestu, me shtin burg, me poshtru, e ju ka lind ideja si shpejt. Populli i Kosovës nuk duhet më friksu, nuk do ta lejojmë mu kriju një instrument i dhunës
i shtypjes, se kjo bëhet për çet qëllim, duhet me ditë pastër. Nuk është qëllimi as me rujt kufinin, nuk është qëllimi as me luftu korrupsionin, qëllimi jo me shtyp naj rebelim, naj kryengritje, naj dikon që si shkon për fije ose për këtina që e ka pushtetin, që të e në qëllimet, për nuk do të lejojmë të më bo, sidomos këtë situatë. Tjetra, ne jemi shtet, hala nuk kemi stabilitet, as politik, as ekonomik, përçamja është e madhe, nuk bën mu kriju këso formacioneve para ushtarake, policore ushtarake, se kompetencat janë përzime, komunët po pas në dikim edhe komunët mu shfrytzu për me shtyp popullin. Nuk e lejojmë këto, se jemë vend demokratik. Dy pyetje të shkurta për fund. A mundet me kanë këni premtim tjetër sikur ai dronave në fushatën e kalume? Dronat domethënë nuk janë realizu? Dëgjom, këtë që ka premtu ka raj. Kë është pushtet propagandistik. Kë nuk e ka njetë me i botë mira venit, kë që nuk e synon edhe që se pretendon me bo që ta, po tjetër është që nuk do të lejojmë. Na dojmë jetu një vend të lirë, jemi qytetarë të lirë, nuk duhet kësi lloj pushteti mi thonë, as mu nuk o mirë më thonë. Do me thonë nuk isha pranu si qytetarë i lirë që jom të rritë familje që tu. Nuk isha pranu me morë me udhëheqni që ashtu se qëllimi është i keq, fillimisht është i keq. Sidomos në qëtë polarizim. Nëse që Zhandarmeria krejt i shkon domethënë instrument politik, i shfrytzu si instrument politik. Jo është padyshim kjo veç politik, se ndikimi është direkt. Po, në imagjinatën e ju, çush kish me u kriju që kjo, kush i shkon pjesë e saj, kush e kish udhëheq si Zhandarmeri? Nëse vetë kish udhëheq dikush që është politik, për shembull Fitore Paculli, që ja ka marrë pronën miz vet, i shkuja kish marrë krejt me shtëpia me krejt. Do të thonë edhe këtë oponent politik, ata që menon ndryshe, ishin koncenum, edhe i kishin sulmu, edhe i kishin burgos, edhe i kishin rej, edhe qëtë është. Edhe shembulli ma i keqë që këtë Xhelal Cveklla, do të thonë, kë mundet me kontrolu, do të thonë, shtetin, lirin tonë, pronën, ndjenjen tonë qenit lirë, me u varë tash pej një njësie para ushtarake që e udhëheq Albin Kurti. Njeri që ja ka hitu në polisit, tash pëtën me bo një instrument të dhunës e të shtypjes, që nuk bën me aleju atina. Na kemi me vazhdu me i marë në pyetje deputetet prej opozitës, njëjtë ka ndodhur në kohën kur kjo opozitë ka qenë në pushtet, na kemi marrë domethënë lëvizjen vetëvendosje në atë kohë për me fol prej opozitës domethënë se çka mendojnë për planet e atyre që kanë pushtetin ose që aktualisht deri tash kanë qeverisë me vendin. Ju vazhdoni me na ndjek në Gazetën Nacionale.